Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin Gjellëshanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar besimtar, sonte do mundohem të flasim për hadithin e 4 në librin e Imam Nevaviut, hadith që transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, i cili thot i dërguari i Allahut, ai fliste gjithmonë të vërtetën e që është i besueshëm na ka treguar. E fillon këtë hyrje Abdullah ibn Mas'udi se fjalët të cilat dëshon me i transmetu prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë fjalë që me të vërtet janë të pandëgjuara te populli arab. Do flet për një madhështi që nuk ka mundësi dikush prej arabëve ta ketë përjetuar gjatë jetës time. Ta kenë parë, ta kenë studiu, ta kenë përjetu. Për atë, Abdullah ibn Mas'udi po fillon këtë bisedë që më ka foli për një njeriu që është as-sadiq al-masduq, që gjithmonë ka folë vërtetën dhe Allahu Gjellëshani ja ka vërtetuar ato të vërtetat të cilat i ka folë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka do me folë për një sen që njerëzit nuk e kanë pa, nuk e kanë përjetu, e nuk kanë pas ku mundësi me mësu. Fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat do me i transmetua Abdullah ibn Mas'udi kanë të bëjnë me krijimtarinë që ndodh fëmijës në barkun e nënës. Ne po flasim kur kjo ngjarje është transmetuar nga Abdullah ibn Mas'udi, është transmetuar me sjetë. Nuk kanë qenë aparatet mjekësore që mund t'i përcjellin etapat e krijimit të fëmijës në mitën e nënës. E për atë, nëse dikush mund të thotë që Kurani është shpikje e njerëzve, e shkruar nga njerëzve, ka shumë argumente që i hedh ato pretendime, dhe një prej pretendimeve që e hedh poshtë që Kurani nuk është nga njeriu, mirë po është fjalë e të madhe Zot, është edhe kjo ngjarje të cilën do ndëgjojmë nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj do i ndëgjojmë edhe nga fjalët e Zotit Gjellëshanuhu. Aleikum selam wa rahmatullah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri formohet në mitrën e nënës së tij duke qëndruar 40 ditë si pikë, si e lëngshme, në nutfetun. Pastaj po për aq ditë bëhet copës gjaku, alaqatun. E më pas po për aq kohë bëhet copë mishi. Pas kësaj i dërgohet një angjëll që frymëzon me shpirt dhe këtij angjëlli i urdhërohet që të shkruaj 4 gjëra. Të shkruaj riskun e fëmijës, e gjelin sa do të jetoj, veprat për këtë botë dhe fatin e tij. Betohem në Allahun që s'ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, se disa nga ju do të bëjnë veprat e banorëve të xhenetit, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, derisa ndërmjet tyre dhe xhenetit është një bryl. Mirë po, aty do të nga ne ajo që është shkruar. E kështu këta njerëz do fillojnë të praktikojnë veprat e njerëzve të zjarrit të xhenemit derisa të hyjnë në të. Gjithashtu disa nga ju do të kryejnë punë të banorëve të xhenemit, derisa ndërmjet tyre dhe zjarrit të ketë vetëm një krah hapësirë. Aty do të ngadhnjej ajo që është shkruar si rrjedhoj, do punoj veprat e njerëzve të xhenetit do të hyjnë në të. Do thotë kjo ngjarje, ky hadith po i tregon 2 tregime. Krijimin e njeriu dhe veprën e njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith po i përshkruan 3 etapat e fillimit krijimit fëmijës në mitrën e nënës. Kohën e sotit edhe ju edhe ne kemi parë shumë, sidomos muslimanët, janë mundu ta shpjegojnë në mënyrë shkencore krijimin
e fëmis, mitër e nënës duke i cek fjalët e Allahut apo fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për kohën e sodit, kjo është shumë e kuptueshme dhe shumë e lehtë e besueshme. Mi po flasim për një kohë që ka ndodhur, ky tregim, kjo ngjarje para 1440 kusur viteve, më të vërtet ka qenë ngjarje e pakapshme për kohën dhe për njerëzit asaj kohe. Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu po tregon që krijimi juve o njerëz kështu ka qenë. Pra një prej të parëve të muslimanëve të parë kur ka pa një njeri i cili ka hecur mbi sipërfaqen e tokës me vetë krenari. Dëshiron që me ul me këmbë me tokë dhe i thot: fillimin e ke pas me diçka të nevojshme. Përfundimin do ta kesh kofom që do të prishet. Mes të parës dhe dytës bart me vete ushqime që ke nevojë me nxjerr nga trupi. Ata thot: për çka po krenohesh? Për shka po hec mbi sipërfaqen e tokës me mburje. Ky është fillimi yt, ky është përfundimi yt dhe ky është mbesi yt. Allahu xhalla shanu xhalla xhelaluhu po tregon se kjo ndodh këtë formë. Ibn Mesudi po thot ai që fliste gjithmonë të vërtetën që është i besueshëm, do të thot i sinqerti. I vërteti kur fliste dhe i besueshmi në atë që i kumtohej prej shpalljes. Ibn Mesudi tha këto fjalë sepse çështja që trajton. Ky hadith kanë të bëjnë me gjëra të gajbit të fshehtat, të cilat njihen vetëm nëpërmjet shpalljes. Fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo njeri formohet në mitrën e nënës së tij. Disa i kanë komentuar me fjalët: uji i burrit bashkohet me atë të gruas në mitrën e saj dhe prej tyre krijohet njeriu. Ashtu si thot Allahu xhalla shanuhu në surën Tarik, është krijuar për një uji që hidhet. Khuliqa min ma'in dafiq. Është krijuar prej ujit i cili hidhet, do të hidhet prej mashkullit në trupin e femrës. Gjithashtu thot Allahu xhalla shanuhu në ajetet 20-21 surën Mursalat, a nuk e kemi krijuar nga një pikë lëngu të shpërfillur, të cilin e vum në një vend të sigurt mitër. Kuptimi i fjalës krijim është lënda prej së cilës është krijuar njeriu, sepse në Sahihun e Muslimit transmetohet se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: fëmia nuk krijohet nga i gjithë lëngu. Në këtë hadith përmenden etapat e krijimit të njeriut, të cilat vijnë të radhitura në këtë formë. Së pari është pikë e lëngshme, pra sasi shumë e vogël. Së dyti copës gjaku, pra është gjak i trashë dhe i ngjizur. Së treti copës mishi në atë masë sa mund të përtyp një njeri që ushqehet. Allahu i madhuar këto 3 etapa i ka përmendur në fjalën e tij, ku thot: o njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen, mendoni si ne ju kemi krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droshkave të gjakut, pastaj për një copë mishi me trajt të plot ose jo të plot. Surët Hajj ajeti 5. Që do të thot të formuar ose të paformuar. Prej ajeteve që i trajtojnë më së shumti etapat e krijimit të njerëzit është fjala e Allahut të lartësuar në surën Mu'minun. Allahu xhalla shanuhu më së miri në Kur'anin famlart etapat e njerëzit dhe krijimit njerëzit në barkun e nënës i përshkruan në 3 ajetet që gjenden në surën Mu'minun, ajeti 12, ajeti 13 dhe ajeti 14. Mi po ajo që më të vërtet pasi të ndëgjojmë fjalët e Zotit, do na bën përshtypje është pas përshkrimit të kësaj etape të përpikt. Allahu xhalla shanuhu që jeta në barkun e nënave tona është disa muaj. Dhe më njëherë pas përfundimit, përshkrimit, krijimit ton në mitrën e nënës, do ndëgjojmë se çka thot Zoti xhalla shanu pas atij përshkrimi. Thot Allahu xhalla shanu: me të vërtetë ne kemi krijuar njeriun prej palcës së baltës. E pastaj e bëm atë pikë fare dhe e vum në një vend të sigurt në mitër. Do të etapa dytë. Ademi alayhis salam Allahu xhalla shanu ka krijuar nga dheu. Pastaj bashortën e ka krijuar prej brinjve të Ademit. Kur burri dhe gruaja kanë kontaktet e tyre me halal, do thot uji vendoset në mitër.
E mandethet Allah xhallahu, pikën e farës e bëm drosh ka gjaku. Do të ky lëng i ujit, i moshës dhe femës, ndrohet ndroshk për gjakut. E pastaj e bëm copës mishi pa formë. Do të kalon etap tjetër. Mandej më atë mish bëm eshtrat. E kalzon etapën tjetër krijimit fëmisë mbar. Pastaj veshëm eshtrat me mish. Dhe pastaj e bëm atë njeriu krijesë tjetër duke i furtur shpirtin. I lartësuar qoftë Allahu, krijuesi me i përsosur. Gjithë këtë përshkrim që bën Allahu xhaleshanuhu për njeriu është 8 muaj, disa ditë, 9 muaj dhe disa hyjnë edhe në muajin e 10, varet sipas gjenisë dhe varet sipas llojit të grave, se disa kanë traditë që vajzat me lind posa të hyjnë në muajin e 9, ndërsa disa të tjera kanë posa të hyjnë në muajin e 10, ka mundësi me pas edhe lindje më të hershme, ku ka dhe Zoti xhaleshanu me mundësitë e kohës sotit i vendosin në inkubator ata fëmijë dhe i ushqejnë sipas asaj që Zoti ka dhënë mundësi dhe mendje të shëndosh mjekëve mbi sipërfaqen e tokës dhe vazhdon fëmia me pas do thotë jetën e tij derisa të bëhet i aftë me nxjerr nga inkubator. Pas këtij përshkrimi që Allah xhaleshanu po përshkruan në 7 etapa. Krijimin e fëmisë në barkun e nënës. Me njëherë thotë thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Pas kësaj në fund ju do të vdesni. Do të po përshkruan jetën e barkun e nënës. Në jetën 12, në jetën 13, në jetën e 14, në jetën e 15, me njëherë Allah xhaleshanu po thotë thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Pas kësaj në fund ju do të vdesni, pasi të plotësohet krijimi juaj, do t'ju fryhet shpirti, do të vi çasti që ju do të vdesni. Vdekja është një nga fazat që do të kaloni të gjithë. Ku është jeta? Nuk po përmendet jeta. Por përshkruan jetesën barkun e nënës, këtë përshkrim, e cila kalon 40 ditë, 40 ditë, 40 ditë, futet shpirti, atër eshtra, atër mish, atër vjen lindja, dhe me njerë Allah xhaleshanu po thotë, thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, pas kësaj në fund ju do të vdesni. Disa kanë komentuar që Allahu xhaleshanu po thotë se jeta kësaj bote nuk ka rëndësi. Edhe është të shkurtë, edhe është të shpejtë, dhe vdekja do t'ju vjen befas. Dhe ju ose do t'jeni të përgatitur ose nuk do t'jeni të përgatitur. Përshkrim i 9 mujoshit në etapa precize të kohës mesjetës, mrekulli nga Zoti xhaleshanuhu, dhe me njëherë pas atij përshkrimi nga ona Allah xhaleshanuhu po thotë thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Pas kësaj në fund do të vdesni. Në këtë hadith thuhet se pasi të kalojmë këto 3 etapa, që llogaritën të jenë 120 ditë, pas kësaj frymëzohet shpirti. E kështu bëhet njeri i gjallë, e pas kësaj ai ishte i vdekur. Në Kur'an famullar tregon se njeriu ka 2 jetë dhe 2 vdekje. Si thot Allahu i madhuar kur flet për mohuesit. Vllazni Allahu xhaleshon në surën Mulk, thot huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu xhaleshon është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën, që t'ju sprovon juve se cili nga ju jeni me vepër mirë. Këtë ajet Allahu xhaleshanuhu e ka përmend vdekjen para jetës. Për arsye që ne kur kemi fillu krijimin ton për Zotin xhaleshanuhu në barkun e nënës, nuk kemi pas shpirt. Kemi qenë të vdekur. Do të fillimi jon është vdekje. Pastaj është jeta ku vendoset shpirti, pastaj është vdekja, që do të vdesim këtë dynjë, pastaj do të jetë jeta. Allahu xhaleshanuhu thot, ata do të thonë, o Zoti ynë, na bëre të vdesim 2 herë. Këta kanë për qëllim vdekjen e parë dhe atë mes 2 fryreve të surit. Sikur se mendojnë disa, ose kanë për qëllim ekzistencën e tyre pasi të vinë në jetë dhe vdekjen e tyre pasi jetuan në këtë dynjë. Siç mendojnë disa të tjerë. Dhe na ngjallet 2 herë. Në edhe jetën e dynjas dhe jetën e ahiretit. Jetën që im ka jetojmë tani dhe jetën që do ta jetojmë me urdhën e Zotit në botën tjetër. Ne pranojmë gjinohet tona.
Prandaj, a ka për ne ndonjë rrugdalje? Ata i thonë të dëshpëruar dhe të menduar këto fjalë, dëshpëruar dhe të menduar. Por kjo nuk u bën as pak dobi dhe nuk i shpëton ata nga dëshkimi. Madje ata do të poshtrohen edhe me fjalë, për shkak se nuk ndoqën rrugën e shpëtimit. Aty do të thuhet: ju keni besuar këtë fat sepse kur thirrej Allahu i vetëm ju mohonit. Por kur i shoqërohet i diçka tjetër në adhurim, ju besonit. Sot gjykimi përket vetëm Allahut, të lartit, të madhëshmit. Gafir ajetet 11 dhe 12. Vdekja parë është koha para se njeriu të frymëzohet me shpirt. Vdekja parë është koha para se me hyjë shpirti në barkun e nënës. Ndërsa jeta e parë është kur njeriu frymëzohet shpirti derisa të vdes këtë dynjë. Vdekja e dytë është vdekja që vjen. Vdekja e dytë është mos të vdesim deri në ringjallje që do të ringjallem dalim para Allahut xhaleshanu. Dhe këto vdekje nuk bien ndesh me jetën e varrit që është të pohuar në Kur'an dhe Sunet. Ndërsa jeta e dytë është jeta pas ringjalljes, e cila është e përhershme dhe pafund. Këto katër gjendje të njerëzit i ka sqaruar Allahu xhaleshanu fjalën e tij, ai ju dha jetë dhe pastaj do t'ju bëj të vdisni. E me vonë do të ringjall. Më të vërtetë njeriu është mosminjas, sura Hajj ajeti 66. Gjithashtu Allahu thotë, si mund ta moni Allah ndërkohë që keni qenë te pa jetë. E ai ju dha jetën, pastaj ai do t'ju bëj të vdisni. Me pas do të ringjall e në fund do të ktheheni tek Allahu xhaleshanu surën Bekara. Dietarët mundu me komentu nëse fëmia, se kjo me të vërtet në Kosovë ka neglizhencë madhe edhe nga fetarët, edhe nga këshillat e bashkisë islame në vendin tonë, në përjashtim të ndonjë këshilli nivel vendi, që çka dohet bërë me fëmijën i cili i ka fillu jeta në barkun e nënës dhe ka vdekur në barkun e nënës. Fetarisht, nëse një fëmijë e ka pas këtë fat, që të vdek muajin e 5 apo muajin e 6 apo muajin e 7. Ky fëmijë është obligim i gjallëve që t'ja lajnë, t'ja pastrojnë trupin e tij. Pastaj t'ja falin namazin. Gjithashtu gruaja përfundon me këtë lindje afatin e saj që pret sido që të jetë foshnja, vajza apo djalë. Gjithashtu nëna konsiderohet lehon. Por nëse foshnja lind para kësaj kohe, atëherë për të nuk kryhen këto dispozita. Dietar kanë thonë, nëse fëmia bjen, dështon para hyrjes shpirtit, nuk ka nevojë të lahet, nuk ka nevojë të i falet xhenaze, mirë po ato copza mirën dhe vendosen dikun dhe nuk lihen mbi sipërfaqen e tokës. Tek ne, fatkeqësisht, edhe abortet të cilat ndodhin, me shpirt apo pa shpirt, me shpirtin e fëmisë në barkun e nënës, apo pa shpirtin e barkun e nënës, nuk mirën ato copza, apo ai trup i ati foshnje, qoftë djalë apo vajzë, që të varroset, mirë po hedhen në koshat e plehrave, që disa raste përfundojnë edhe me ngrenën e kafshëve, ku tek ne zakonisht ushqehen qetë të cilët janë në përborët e spitalëve. Ne si musliman, përpos për këshillit bashkisë islame të Gjilanit, nuk di ndonjë këshilli bashkisë islame në nivel vendit që kujdeset për këta fëmijë të cilët lindin para kohë dhe vdesin, apo vdesin në barkun e nënës duke pas shpirt. Mirë po është një temë tjetër, që nuk kanë cek komentues e 40 haditheve, as Ibn Xhepi, as Sheikh Abati, as disa të tjerë. Kur hyn shpirti në trupin e fëmisë? A ka jetë fëmia para 120 ditëve, apo nuk ka jetë? Këtë temë imi mundu si student të pyesim një grup të dietarëve pas fjalës së një ginekologe muslimane e cila na tha: unë i kom lexu fjalët e juve, kish fjalën për fjalët e hoxhallarëve të muslimanëve.
Tha, unë tha nuk e di Koranin, as nuk e di sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e dini ju. Mi po na tha mjekët. Në qoftë se nuk ndëgjojmë rrahjet zemrës, jetë të fëmis në barkun e nanës, pas 40 ditëve, kërkojmë nga ajo që ta aborton. Për arsye që ai fëmijë nuk do të zhvillohet. Kjo më shtyri që në atë kohë të lexoj parafërsisht të gjitha tefsiret që e mundu me komentu hyrjen e shpirtit dhe fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dietarët islam nga kohrat e mëhershme e deri në kohrat bashkëkohore janë nda në dy mendime. Mendimi, disa kanë thonë shpirti në formën e përgjithshme i hyn moshën 40, kur fëmijët i ketë mbushur 40 ditë. Ndërsa shpirti me këto që Allah xhaleshanu e urdhëron me lajken kur t'i bën 120 ditë. Disa të tjerë kanë thonë jo. Hadithi është i qartë, fjala e profetit është e qartë, njeriu i hyn shpirti vetëm një herë kur ta ketë mbush 4 mujoshin apo 120 ditë. Dhe në bazë hyrjes shpirtit, është një temë tjetër që lidhet me fenë islame, kur pyeten mjekët apo hoxhallarët. Mjekët apo hoxhallarët të cilët besojnë që shpirti hyn pas 40 ditëve e ndalojnë abortin. Dërsa mjekët dhe hoxhallarët, të cilët thonë se shpirti i hyn fëmis pas 120 ditëve, e lejojnë që të bëhet aborti para kësaj kohe. Para arsye se konsiderohet një copë e pavlerë. Dhe lejohet muslimani dhe muslimania me abortu. Bile disa kanë shku në ekstrem, që kanë thonë edhe në qoftë se dëshiron pa asnjë arsye. Me dështu fëmijë nuk ka gjëna. Temë që më të vërtet nuk ju ka vendos në mënyrë definitive as nga hoxhallarët. Po folim më as sa kum studiu dhe kum arrit me studiu, as nga mjekët musliman kësaj teme. Për arsye duke ditë pasojat. Sidomos nëse fëmia është fëmia i parë në barkun e nënës. Dhe këto vendime nuk është lehtë as hoxha, as mjeki musliman, sa do javë që tjetë, për shkak të pasojave që mund të lindin nga aborti. Në qoftë para 120 ditëve, apo në qoftë pas 40 ditëve. Sido që tjetë, ata të cilët Allahu i gëzon me shtatzani. Ta falenderojnë Zotin për shtatzani. Ta lusin Zotin Xhaleshanu që e shtatzani mos dështon. Ta lusin Zotin Xhaleshanu që ai fëmijë të del këtë dynje. Vllazni, ne si musliman, në qoftë se pyesim dhe hulumtojmë, ndoshta çdo ditë në vendin tonë ka aborte. Nga martesat halal dhe nga lidhjet haram. Nuk ka nevojë një shtet musliman që me pas kopila që shi qunë populli, apo fëmijë që ka nevojë të ndërtohet për ta fshatra, që tjetojnë ata fëmijë një jetesë mizere, të mjerume, në mshiren e njerëzimit. Dhe pa dyshim që kur shtohen haramet, shtohen edhe dënimet e të madhe sot. Allahu Xhaleshanu ka legjitimu martesën halal. E ka ndalu lidhjen haram. E për atë çdo musliman dhe muslimane duhet t'i di rregullat se ai person i cili ka kontakte seksuale me një vajzë apo me një grup të cilën nuk e ka bashorte me kushtet e saj, te Allahu Xhaleshanu konsiderohet i pamoralshëm dhe e pamoralshme. E pra, nëse pyeteni, a lejohet aborti në fenë islame, mos jepni përgjigje të shpejtume, për arsye që
kanë thonë dietarët e fesë islame, i vetmi rast që lejohet aborti në fenë islame, me shpirt apo pa shpirt, është kur rrezikohet jeta e nanës. Dhe kanë thonë, edhe në qoftë se në barkun e nanës janë 100 fëmijë duke u zhvillu, jeta e nanës ka përparësi prej atyre fëmijëve që janë në barkun e saj. E çush është jeta e atyre vajzave, të cilat janë martu të reja, dhe ka ardhur fëmia dhe janë ngutur, duke menduar që ky fëmijë do i pengon arritjet në dynje dhe angazhimet dhe kohën që do harxhon për këtë fëmijë dhe ka marrë hapin e shpejtuar me të gabum, ka abortu dhe pastaj ka vazhdu duke ecur lart e poshtë për ta pasur një fëmijë të tjetër, mirë po pasoja që i ka përjetu dhe i ka lënë aborti i parë e ka bërë sterile për ton jetën. A mund të jetë edhe dënim nga i madhi Zot që ka qenë shkaktare për mbytjen e një njeriu? Padyshim që mund të jetë për atyre që e ka myt një njeri për arsye që e ka myt duke pas shpirt në barkën e vet. Pastaj vjen pjesa tjetër, vllazni, që hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po tregon se njeriu gjatë jetës tij mund të ketë një ngjarje, një etapë zhvillimi i tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu mund të bëjë vepra prej banorëve të xhenetit. Derisa të afrohet për me hyrë në xhenet një bryl. Pastaj kthehet dhe bën vepra prej banorëve të xhenemit dhe hyn. Dhe mund të bëjë vepra prej banorëve të xhenemit derisa afrohet me hyrje në xhenem një bryl. Dhe kthehet bën veprat banorëve të xhenetit dhe hyn në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith e komenton këtë hadith. Thot bën vepra që njerëzit mendojnë që është ka bërë vepra të xhenetit. Dhe bën vepra xhenemit se njerëzit mendojnë se ky nuk ka vepra të mirë, por gjitha veprat e tij ai ka të këqija. Dhe tregon Sehli, një ngjarje që e dini të gjithë, që në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me një betejë prej betejave, ka qenë një njeri. Aq shumë ka luftu kundër pabesimtarëve, sa nuk ka pas prej pabesimtarëve vetëm që ka godit. Dhe shokët i thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, asnjë nga ne nuk ka luftuar aq fort sa filani. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po fol me atë që Zoti i ka lejmëruar. Thot, ai do të jetë prej banorëve të xhenetit. Xhenemit. Ai do të jetë prej banorëve të xhenemit. Atë një njeri ndërhyri. Ai tha, unë do ta shoqëroj këtë njeri. Sa më të vërtet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai do të jetë prej banorëve të zjarrit. Ç'ka mundsi ky njeri kur na po shohim betejë duke ballafaqur me armikt dhe po i shkakton gjitha këto plagë dhe gjitha këto vujtje armikëve dhe po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të jetë prej banorëve të zjarrit të xhenemit, atë ky njeri e përcjell. Ky person plagoset një plagë të rëndë dhe nuk mundi përballon dhimbjet e plagës. E merr shpatën e tina dhe e vendos në gjoksin e tina dhe hidhet me trupin e tina derisa i depërton shpata dhe i del mes krahërorëve të tij dhe e mbyt veten. Dhe vjen ky njeri dhe i kallzon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ngjarjen të cilën u vërtetu fjala e profetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do pjesa që në sytë e njerëzve duken tregon se ana e brendshme nuk përputhet me anën e jashtme. Prandaj përfundimi i keq vjen si pasojë diçkaje të ligë që ky person e mban të fshet dhe njerëzit nuk e shohin. Kështu diçka e tillë e çon atë drejt një përfundimi të keq para vdekjes. Po ashtu ka mundësi që njeriu të bëjë vepra të banuara të zjarrit, por që në brendësinë e tij ka një cilësi të fshet, prej cilësive të mirësisë dhe në fund të jetës kjo cilësi e mirë mund të dominojë dhe si rezultat të sjellë përfundim të mirë.
Varësia nga mëkatet është shkak për një përfundim të keq. Varësia nga mëkatet është shkak për një përfundim të keq. Si friksoshin selefët për përfundimit të keq. Abdulaziz ibn Abi Rawadi thot, isha e pranishëm të një njeri që po jep të shpirt, të cilin po kujtonin që të thoshte la ilaha illallah. Fjala fundi që dëgjova prej tij, tha, unë e mohoj këtë fjallë dhe vdish në këtë mënyrë. Prandaj Abdulaziz thoshte, të keni frikë nga mëkatet, sepse ato e quan drejt një përfundimi të tillë. Me një fjalë, përfundimi varet nga kaluara. Të gjitha janë të shkruar në libër nisur prej kësaj selefet i freksoshin shumë një përfundimi të keq. Disa prej tyre shqetësoshin kur përmendej e shkuara. Dhe disa freksoshin kur përmendeshin e shkruara. E shtën se zemrat e punëvire janë të lidhura me përfundimin. Ato reflektojnë se përfundimin do ta kenë të mirë. Dhe zemrat atyre që janë më afër Allahut, muqarrabin, janë të lidhur me paracaktimet. Ata meditojnë për fatin që është paracaktuar. Sufjani shqetësoi shumë nga paracaktimi dhe përfundimi. Ai çonte dhe thoshte, kam frikë se jam shënuar si i mirë në librin Am. Kam frikë se do të hiqet imani para vdekjes. Vllazni, është fjalë e njoftën, ai person i cili ka vdekur në atë formë ka qenë për atyre të cilët kanë pi alkool vazhdimisht. Që më të vërtet gjunohi i tina i vazhdueshëm. Allahu xhallashanuhu ja ka ndaluar që të bjen shahadet dhe vdes me ta. Pra njeriu do të vdes ashtu që ka jetu. Dhe njeriu do të ringjallet ashtu që ka vdekur. Pra të besimtarët dhe besimtarët e kanë obligim gjithmonë të qëndrojnë stabil në rrugën e Zotit. Se nuk i dihet momentit të vdekjes kur do të vjen. Unë Zot, nëse njeri habitet një ditë, një çast, një moment, e lën rrugën e Zotit xhaleshanu. Dhe e din që është ka hidhron Zotin xhaleshanu. Mirë, po nuk e din se ndoshta ai moment është momenti i vdekjes së tij. Atë çfarë do t'i thotë Allahu xhaleshanu? Kur shpjegon te hoxha Sheikh Abdul Muhsin Abad al-Badr këtë hadith që njeriu do t'i afrohet xhehenemit një brill. Në xhamin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njëri nga nxënësat i shkruajti për ngjarjen e cila kishte ndodhur në familjen e tij. Tha hoxhë nderuar, gjyshja ime ka jetuar 97 vite në kufër. Dhe gjatë jetës teme, pasi e kam pranuar Islamin, një mundu që të mirat të cilat i ka pas ajo ndaj meje, kujdesin si fëmijë. Dhe për krahin e saj që ma ka bon për Islam, jo mundu që ta nxis atë që ta pranon Islamin. Ka desh Zoti xhaleshanuhu në gjendje të mirë, pa ditë se do të vdes 3 ditë para daljes shpirtin nga trupi i saj, e ka pranuar Islamin me dëshirën, kënaqësinë më të madhe. E lut Zotin xhaleshanuhu që të jetë prej atyre që thot pejgamberi sa e tawbatu tajubuma qabla. Pendimi i shlyn gjënohat e kaluara. Po këto është pendimi i sinqert. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dinin ngjarjen që ka ardhur një njeri dhe ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar Allah, do të luftoj me ty kundër pabesimtarëve. A të luftoj apo ta pranoj Islamin? Luftoj mas sporti, mos të kryet betejë, vije pranoj Islamin. Jo, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të pranoj Islamin, pastaj lufto. Edhe ja bën disa pyetje. A dëshmon që Allahu xhaleshanu është i vetmi që meriton madhru? Thot po. A dëshmoj që unë jam i dërguar i Zotit? Thot aqrat e pajtoj. Dhe më njëherë pas e thot shahadetin, largohet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe rrëzohet nga kafsha e tij, e thën qafen dhe vdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thirr shokët e tij dhe po i thot, a dëshironi me e pa një njeri nga banorët e xhenetit, i cili pasi ka hyrë në Islam nuk e ka bërë asnjë vepër të hajrit. Për arsye se jetesa e tij në Islam ka qenë disa sekonda. Nuk e ka mri as gjysmë në minutit, nuk e ka mri as në minutit. Mirë, po hyrja e tij në Islam ka qenë hyrje sinqert. E pratë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e ka lutur Allahun xhaleshon me doan të se ne din të gjithë besimtarët dhe besimtarët, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik.
O Allah, o ndryshuesi zemra, forcoje zemrën time në fen tënde. I tha në i dërguar Allah, edhe pasi të besuam ty, dhe asaj që solle ke frikë për ne, i dërguari i Allah ju përgjigj, po sepse zemrat qëndrojnë mes dy gishtave të Allahut dhe ai i rrotullon, ndryshon ato si të doj. Gjendja e njerëzve për sa i përket fillimit dhe mbarimit të jetesës janë 4 gjendje. E para, ai që fillimin dhe mbarimin e jetës e ka pasur të mirë. Këtë një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për 7 llojet e njerëzve të cilët do të jenë në ditën e gjykimit në hijen e Arshit, ku a ditë nuk do të ketë hije tjetër përpos asaj hije. Dhe një prej njerëzve që ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka thotë? Wa shabun nasha ala ta'atillah. Dhe një djalosh i cili e ka kalu kohën e rinis duke adhuruar Allahun xhallahu. Ai ka qenë i udhëzuar si fëmijë. Lloji i dytë, ai që fillimin dhe mbarimin e jetës e ka pasur të keq. Pa besimtar i ri, pa besimtar pleshni. Ai që fillimin e jetës e ka pasur të mirë, por fundin e keq. Siç është rasti i një njeriu që rritet në bindjen e Allahut dhe pas se vdek, heq dorë nga Islami dhe vdes si mohues. Sikur jemi dëshmitar të kohës sonë, ku shumë njerëz të cilët e kanë praktikisht fenë islam me familjarët e tyre i njohin për agjerus, i njohin për falës namazit gjumos, falës për namazit bajramit, apo falës namazit të taravive. Do thotë gjithë atë kohë që ne kanë kalu, e kanë ndryshu me ndryshimin e tyre në fund të jetës. E katër, ai që fillimin e ka pasur të keq, ndërsa fundin e mirë, siç është rasti në fenë islame kemi sa dush. Kretë sahabët nuk kanë lind në Islam, nuk kanë rritë në Islam, mirë po e kanë pranuar fenë islame. E për raste më të qarta, të cilët e kanë pas shumicën e jetës tyre të keq, është rasti i magjistarëve në kohën e faraonit. Të cilët gjithë jetën janë mundu me bë trillime, mashtrime me magjit e tyre për me i deviju rrugën e Zotit tek njerëzimi. Dhe asnjë njeri nuk mundet me u bë magjistar pa bë kufër. Për arsye që magjia po se ka brit në mbi sipërfaqen e tokës, çka i thonë me lagët? Mos moha, mos u bën pabesimtar, mos u bën xhafir. Do thotë këta gjithë jetën, mirë po kur kanë pa argumentet e Allahut xhaleshanu, ka thonë amanna bi rabbil alamin, besuam për Zotin e botrave. Faraoni me gjitha ato kërcënime, të cilat ja bën atyre, dhe do t'ju prej komt dhe durt nga komën e djathtë, me dorën e majt, apo dorën e djathtë me komën e majt, e do t'ju gurzoj në për lisat e palmave, ata nuk e kanë nshu rrugën e Allahut xhaleshon, për arsye se kanë dashur shpëtim tek Allahu xhaleshon. Pra e lutim Allahun xhaleshon xhelalu, që t'jemi prej atyre që e lusin Zotin xhaleshanuhu vazhdimisht me na forcu në rrugën e tina. Vllazni, ka shumë dobi nga këto hadithe që i dëgjuam. Hadithe shpjegon etapat e krijimit të njeriut në barkun e nanës. Mrekulli për atë ka dhënë Zoti xhaleshon në vendin tonë. Për studentët që më shumë të janë udhëzuar në Islam janë studentët e mjekësisë. Për arsye që kur thellohen në studimin e trupit njeriut, e shohin madhështinë e të madhe të sot. E shohin zhvillimin e njeriut. E shohin gjitha ato mirësi që Zoti xhaleshon na i ka dhënë neve si krijesa më e mirë, më lavdruar, më privilegjuar nga gjitha krijesat. Pra, kur Allahu xhaleshon i thot një adhuruesi i cili ka adhuruar Allahu xhaleshon 500 vite, i thot hyn xhenet me rahmetin tim. Ky njeri i thot po hyn xhenet me ibadetin tim. Allahu xhaleshonu i thot me lajkeve, merre nga trupi i tij syrin dhe peshoje. Syrin me krejt ibadetet që i ka bërë për 500 vite. Dhe syri, që është dhënë tij e Zotit xhaleshon, peshon më shumë se 500 vjet ibadet. Për atë të mirat e Zotit xhaleshon, që ne ka thonë, ne do të më qenë falëndërues gjatë ditës dhe natës. E dyta, që futja e shpirtit, sipas hadithit, është pas 120 ditëve. Mi po ndëgjuam me herët se dietarët janë ndonë 2 mendime, edhe pse shumica thonë që futja e shpirtit është pas 120 ditëve, ka prej atyre të cilët me këmbgulje e mbrojnë idenë, edhe sidomos nga dietarët bashkëkohor, që futja e shpirtit në trupin e nanës, në mitën e saj, ndodh pas 40 ditëve.
Disa ngjëj, për ngjëj mësum që kanë për obligim e curinë e foshtis në mitën e nënës. Besimin e gajb, për arsye që atë cilën e ka transmetuar pejgamberi sa e ja ka treguar shokëve është fshehtësi. Sot është lehtë me vërtetu, mirë po askush nuk mundet me vërtetu, që dikush po thot ka arrit shkenca për me zbulu këtë fshehtësi që ka qenë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po hadithi po thot që kur të hin shpirti, hin me të edhe lumturia edhe palumturia. Edhe me shpirtin hin jetë gjatësia. A ka mundësi shkenca e sotit që kur ta shohin shpirtin e fëmijës që është duke lëviz, me di se sa ka me jetu e fëmijë, nuk ka mundësi. Do thot përsi mbetet çështja e njeriut në barkën e nes prej gajbijateve që i din vetëm Allahu xhaleshanu. Besimin e parasaktimin e Allahut dhe se me dijen e tij ka përfshirë çdo gjë që do të ndodhë. Lejohet që njeriu të betohet edhe pse nuk i kërkohet diçka e tillë. Për arsye se Abdullah ibn Mesudi u betu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që po thotë as-sadiqul masduq. Betohem që fjalët që do i folin nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam janë fjalë të besueshme dhe të vërtetuara për besimin e tyre. Veprat vlerësohen sipas përfundimeve. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Veprat vlerësohen sipas përfundimit. Vallë çfarë do të thonë përfundimi? Përfundimi do të thonë nëse njeriu ka jetuar 100 vite. Duke i bë me katë Allahu xhaleshanu. Është penduar disa qaste, nuk e ka ditë se ka me vdek. Allahu xhaleshanu ja pranon pendimin dhe e bën pipanorëve të xhenetit. Ajo kujtohet në rast, përpos rastit që atëseka me këtë sahabin, se një njeri gjatë jetës tij nuk ka pas vepra të mira. Mi po ka dosht mu bo besimtari mirë, edhe i ka morë sebepet për mu bo besimtari mirë. Dhe e kanë morë me lajket e xhenetit, e kanë dërguar në xhenet. Ngjarja është hadithin e saktë që ka transmetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për personin i cili ka mbyt 90 njerëz, pastaj e ka mbytur një ka bën 100 njerëz dhe është nisur pasi u këshillu me një dietar nga vendi i banorëve të mirë, për arsye që i ka thonë se do të qëndron këtu, ti do të vazhdon të bësh krime dhe shko te filan vendi që janë besimtar, adhurues të Zotit xhaleshon dhe i ka vdekja pa arrit në vendin e njerëzve të mirë, dhe Allahu xhaleshon i ka dërguar me lajket e xhenetit dhe kanë marrë për xhenet, për arsye që veprat vlerësohen sipas përfundimit dhe përfundimi i këtij njeriu ka qenë se ky është pendu për gjitha veprat e kaluara. Njeriu duhet të bashkojë mes frikës dhe shpresës. Ai që vepron mirë duhet të ketë frikë nga përfundimi i keq. Nëse ai që bën keq nuk duhet ta humbas shpresën nga mëshira e Allahut xhaleshano. Veprat janë shkak për hyrjen në xhenet ose në xhehenem. Do të thotë veprat janë shkak për hyrjen në xhenet ose në xhehenem. Kjo është një kritik për ata të cilët thonë mjafton me thonë besova. Dhe nuk kanë asnjë vepër të tjerë. Apo fjalën që ndëgjojmë vetëm te na nuk dia thot në popull tjetër mbi sipërfaqen e tokës e kom zemrën e pastërt. Allahu xhaleshano kur ka përmend besimin Kur'an asnjëherë nuk e ka përmend besimin pa përmendur edhe punën. Alladhina amanu wa amilus salihat. Ata që kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira. Dhe çish duhen me hin njerëzit në xhenet me zemër ata atin. Duke mos i kry shtyllat e fesë islame, duke mos i kry shtyllat e imanit, duke mos ndalu nga ndalesat, duke mos i kry obligimet, Allahu na ruaj prej këtij besimi që më të vërtet nuk e di ne popull mbi sipërfaqen e tokës që ka këtë besim, popullit tonë. Nëse për dikë është shkruar tjetër pa fat, askush në këtë botë nuk mund të ketë dieni. E njëjta gjë ndodh edhe për atë që është shkruar tjetër me fat. Elusim Allahun xhaleshanu xhel xhelalu që të jemi për atyre të cilët kanë fat, jetojnë në Islam dhe dëzojnë shpirtin në Islam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Zoti ju shpërblet të gjithë.